Kosova i shkon të shku dam me këta të opozitës. Prej 11 terminaleve doganor, 11 ishin kon krejt privatnik. Ngone Kingun Albin Kurti shka e thet. Shteti i Kosovës, Ngone. të dashur qytetar, i ka 11 terminale doganore. 11 terminale doganore i ka. Kër e kemi marrë në qeverisjen, vesh një terminal doganor ka qenë shtetëror aj në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. 10 kanë qenë privatizuara. Vesh një shtetëror. Sot që po vlasin, 8 janë të shtetit, 3 që kanë me të privatit, pranverën e vitit 2026 pojnë publike të Republikës Kosovës. Banë men, krejt shteti privat. O, boca, ku i shumë kona të shku mas vetë për neve. Shëqër që herë këj Kingu e i rahatoj, po qysh mërë terminalet me konë privat. Një dit në këshin qitë edhe aty të pasaportat, privat e roni, për dykës ti e me vetë vendosën, zban me hi në Kosovë. A i lë dykës anena ti e me për dykën, zban me hi në Kosovë. A i tjetëri a kës në kofe ato të pasaportat, ja, ti e me lë dykën, zban me hi. Këshë me të rrugëve burë, krejt privat. Jo, rënof Albin Kurti që i ke palu dëhojna keqa. Ama shumë keq i ke palu. Bravo, respekt, 100.000 herë.